kuvend të Shqipërisë, gabimet e Lul Bashës nuk mund të përsëriten, betejë juridike, politike dhe elektorale gjithmonë bëhet në sistem, aty ku sistemi është vendosur si ligj dhe sipas një demokracie normale që duam të jemi ose duam të shkojmë, duhet luftën të bëjmë brenda sistemit. Më imagjinoni mua nesër nuk më pëlqen gjykata dhe dalë edhe bërtas jashtë gjykatës. Po, mund të bërtas jashtë gjykatës, po më duhet të zbatoj sistemin që është ankimi me shkrim, ku drejt gjykatës se ka dalë me një vendimar, gjykata më e lartë që të rishikoj vendimarin gjykatës më të ulët. Pra, ne duhet të jemi në sistem. Pra, duhet të godasim sistemin, duhet të marrim pjesë në sistemin. Na pëlqen gjyqtari, nuk na pëlqen, ne aty do shkojmë t'ia themi sy për sy. Pra, ato kauza që na ju po pranoni të futeni në kuvend sepse kuvendi është farsa zgjedhore këto gjëra. Ky ishte sistemi, normalisht do futesh nëse aty do të bërtasësh, do të ulërasësh, do të japësh atë mendimin tënd, por ajo që unë mendoj është kjo që Partia Demokratike në një moment ku është në strukturimin e saj ka mangësira të mëdha për sa i përket emrave të cilët cituat, që për mendimin tim zoti Gazmend Bardhi nuk ka pse duhet të jetë kryetar i grupit parlamentar për shkak të një dështimi total, edhe sikur të jetë farë zgjedhore, të paraqitjes së tij në betejën me Partinë Socialiste, por mbase për mendimin tim, atë që unë mendoj për zotin Bardhi, i cili të jemi realist, pjesërisht që dua t'ju a them, të jem realist me ju, që shumica e denoncimeve që ai ka bërë, ka ndalë denoncime të vërteta, dhe unë mendoj se zoti Berisha ka një pakt politik me zotin Bardhi, që ai mund të ketë ndonjë dosje apo një dokument që e mban ende sekret dhe prandaj e mban zoti Berisha si kryetar grupit parlamentar. Jam kundër emërimit të tij si kryetar grupit parlamentar, por në rast se kemi të bëjmë me një pakt politik që ka midis zotit Berisha dhe zotit Bardhi për një dosje që kanë të bëjë me zotin Rama apo me qeverinë zotit Rama dhe i shërben interesit publik kjo gjë, jam dakord që të mbetet ashtu siç është grupi parlamentar, po me rezervat e mia të cilat nesër kanë frikën që do t'i përdorim që për të thënë që emërimi i zotit Bardhi ka qenë i gabuar sepse ka edhe figura të tjera brenda Partisë Demokratike që duhet të promovohet, por unë do të thosha mbetemi pak të presim sepse dua ta lidh gjithmonë edhe me raportin e ndërkombëtarëve. Sot në kuvend do shikoni gjën e çuditshme që asnjëherë nuk kanë marrë pjesë përfaqësi të larta diplomatike ashtu siç duhet, institucionet kushtetuese në vend, sepse kanë kuptuar frikën. Dhe prandaj ju them, frika ka nose tek pushteti dhe jo tek opozita. Dhe ajo që ne flasim për Partinë Demokratike që nuk ndryshon, nuk është për shkak të frikës, për shkak të linjës, është për shkak të fijes. Pra, Partia Demokratike është në një fit të dobët në veten e saj. Dhe këtë gjë duhet ta luftoj dhe duhet ta shikoj mirë. Prandaj, unë personalisht jam kundër kësaj përzgjedhje, por në rast se këtu ka një marrëveshje që është për interesin publik dhe kjo mbetet për tu parë, prandaj pse jo mos të pranoj aktualisht qëndrueshmërinë e tij, por jam i bindur edhe ose më mirë them që brenda 2026 zoti Bardhi duhet të largohet nga drejtimi i grupit parlamentar derisa të mbarojnë të gjitha këto pakte që ka, por me parakushtin që Partia Demokratike duhet të hapet edhe në shoqërinë shqiptare dhe jo të jetë e kyçur rreth vetes. Qartë. Avokat, unë të falenderoj për bisedën dhe për opinionet që solle këtu në studio. Ishte kënaqësi. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Ishim me avokat Gulsen Zhlimën, folën për aktualitetin politik në vend me emërimin e ministrave të kabinetit Rama 4 ditën e dieshme dhe me zhvillimet të tjera nga politika dhe nga drejtësia. Rikthehemi më njëherë pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë, do të flasim në fakt për një skandal që ka përfshirë prodhimet bujqësore shqiptare, të cilat janë ndaluar në doganat në hyrje të disa prej vendeve në Ballkan, si në Kroaci, në Sloveni, në Bosnjë apo në vende të tjera, sepse janë konstatuar me përmbajtje kimike realisht të lartë dhe jashtë standardeve të produkteve që do duhet të eksportoheshin. Tani, kjo është një çështje mjaft teknike, sigurisht edhe menaxheriale dhe politike, dhe unë kam kënaqësinë që ta diskutoj për t'i dhënë një farë sqarimi dhe kuptimi edhe për publikun
tekun që na shef dhe që është konsumator i produkteve të ngjashme, në këtë rast me zotin Eduard Çarka, cilin e kam në lidhje të drejtë për drejtë me studion time. Zoti Çarka, shumë faleminderit që jemi së bashku. Të përshëndes. Faleminderit juve. Atëherë unë po bëj shkurtimisht një përmbledhje të asaj se çka ka ndodhur, 3 fjali për ta rikthyer edhe një herë në vëmendje të opinionit publik. Kroacia ka kthyer 5.5 ton pjeshk me nikel mbi normë dhe ka zgjesuar 4 deri në 8 ton domate me pesticide klorfetampir. Bosnia ka bllokuar pjeshka me pesticide të ndaluara dhe Slovenia ka tërhequr speca me pesticide mbi normë. Sigurisht këtu ka përgjegjësi edhe Ministria e Bujqësisë dhe AKU-ja, ndaj të cilës, dy inspektorëve të cilës është nisur tashmë edhe një hetim. Tani, zoti Çarka, për ta patur pak më të qartë situatën edhe një herë, çfarë ka ndodhur, çfarë janë gjithë këto produktet shqiptare që janë ndaluar nëpër doganat e vendeve fqinje me kimikate të dëmshme? Po ky është një lajm shumë i keq. Në fakt është një lajm që përsëritet në mënyrë ciklike, sepse her pas here nga kontrollet që në doganat hyrëse të Bashkimit Evropian bën për produktet tona, rezultojnë në produktet tona që kanë ngarkesë mbi normativ të pesticidëve të caktuara apo elementeve të caktuara të nikelit të pjeshkut. Unë jam shumë i shqetësuar për 2 arsye. E para, si gjithë shqiptarët konsumatorë për ato që konsumojmë, dhe e dyta, që nuk është më pak rëndësishme, është për mënyrën se si po trajtohet fenomeni. Kuptoj. Ju thatë që ka përgjegjësi Ministria e Bujqësisë dhe AKU-ja, unë do të thoja që e gjitha përgjegjësia është e qeverisë, sepse në këtë pikën e dytë që unë përmenda, unë fusë mënyrën se si e menaxhon këtë fenomen Ministria e Bujqësisë apo qeveria. Ky është pra problemi i cili përveç se nuk ka marrë asnjë mas për të bërë analiza për ditur çfarë gjendje ka produkti që konsumojmë ne në tregun e brendshëm. Nuk ka bërë asnjë kërkim për të zbuluar shkaqet dhe për ta parandaluar si fenomen, ta frenuar. E kuptoj. Vetmja gjë që ka bërë kjo qeveri është që pasi merret njoftimi nga institucionet e Bashkimit Evropian, ja çon prokurorisë, i vjen një gjop AKU-ja tregtarëve dhe merren me fermerin, bile kanë futur në burg edhe tregtarë dhe fermerë dhe janë 2 punonjës të AKU. Kuptoj. Mirë, po këto veprime, ky lajm nuk është as pak qetësues, paktën për mua si konsumator. Dhe për mua në cilësinë e një njeriu që merret me problemet e bujqësisë, është akoma më shqetësuese sepse përveç dëmit që prevalon mbi të gjitha, që është parsor në cënimin e sigurisë ushqimore, është shkaktuar për shkak të këtij keq menaxhimi të fenomenit, është shkaktuar një dëm tjetër i jashtëzakonshëm. Sot çmimet të javë, çmimet e frutapremeve në Lushnjë kanë rënë në dysheme. Është dëmtuar imazhi i produkteve tona, sepse këto që dalin kontaminuara mund të jenë 1% e caktuar, por përqindja e madhe dhe në mënyrë absolute janë produktet shëndetshme, kam mësuar një goditje të jashtëzakonshme. Dhe pikërisht këtu duhet të ngarkoj me përgjegjësi qeverinë, se përveç se nuk ka marrë asnjë mas frenimin e fenomenit për garantimin e sigurisë ushqimore, por njëkohësisht mënyrën se si e ka menaxhuar, ka shkaktuar dhe pasojën tjetër që nuk është e vogël, ka shkatruar imazhin dhe ka dërmuar fermerët shqiptarë. Unë kështu e shoh dhe besoj që një qeveri e përgjegjshme, kam diskutuar me shumë njerëz që kanë njohuri dhe interes, në rast se ndodhin këto në vendet fqinje, në Greqi apo në vendet fqinje, detyra e parë që merr qeveria është bën analizë dhe kontrollit të produktit që është në treg. Informon sakt apo qetëson konsumatorin e vet.
Dhe e dyta është kujdeset që mos prishet imazhi i produkteve jo duke fshehur fenomenin, por duke marrë masat dhe duke shpjeguar dhe duke vënë kishin tek produkti i kontaminuar dhe duke thirrë në pa vërtetën që pjesa më e mirë e produkteve janë të shëndetshme dhe kjo me analiza dhe jo me fjalë. Diçka për cilën mjaft e rëndësishme që do doja të flisnim ishte nëse këto produkte të bllokuara në doganat e vendeve fqinje janë konsumuar apo jo në Shqipëri, apo janë thjesht produkte eksporti. E bëj këtë pyetje sepse kam patur sinjalizime nga konsumatorë të ndryshëm në tregje të ndryshme të fruta perimeve në disa zona të Shqipërisë për ulje të çmimeve të fruta perimeve gjatë kësaj jave. Ajo që thatë edhe ju që kishte një ulje të madhe të çmimeve. Duke ngritur dyshimin nëse janë duke konsumuar në fakt produktet e kontaminuara. Ne si konsumator kemi ngrënë po themi këto zarzavatet kontaminuara? Atëherë, situata është kështu, gjitha produktet që kanë rezultuar në vendet e Bashkimit Evropian janë të cilat kanë hyrë në ato vende janë bllokuar dhe azhësuar atje, nuk janë i kthyer në Shqipëri. E kuptoj. Nuk janë i kthyer në Shqipëri. Çmimi i fruta perimeve në Shqipëri ka rënë kaq të prishjes së imazhit nga ky lajm, nga ky fenomen. Në fakt nuk kemi asnjë lloj analiza e kontrolli që unë e ngrita si shqetësim në fillim bisedës nga institucionet shqiptare që t'u tregonin konsumatorëve shqiptarë që çfarë gjendje janë produktet që janë në tregun tonë brendshëm. Por duhet të di konsumatori janë që 80% e produkteve që qarkullojnë në tregun e shumë qarkullojnë në rrugë informale. 80%? 80%. Po thuajse në këtë lëvizje është e pamundur, nuk flitet për analiza dhe për kontroll fitosanitar apo për kontroll të natyrës të cilësisë së këtyre produkteve. Sepse kemi thënë në një intervistë bashkë që është mekanizmi i TVSH-s që pengon formalizimin e këtij sektori edhe politikat e tjera të ndjekura të gabura në sektor. Qartë. Pikërisht ky është shqetësim legjitim i gjithë që duhet dinë çfarë hanë dhe këtë obligim dhe këtë detyrim ligjore ka AKU-ja dhe institucionet e tjera që paguhen nga taksat tona që duhet të ofrojnë këtë lloj garancie. Duhet dini që jemi në një moment që vetë kryeministri e ka. Nuk dim që ligjërisht AKU-ja është në këmbë apo është shorëzuar. Ju e dini që kryeministri deklaroi që ky institucion nuk ka funksionuar këto 12 vjet dhe do ta riformatojë nga e para, do të krijojë një institucion tjetër. Imagjinoni në çfarë gjendje është garancia e siguria ushqimore në vendin tonë. Tani, duke ardhur së fundmi tek kjo pjesa e AKU-s, 2 inspektor janë tashmë në hetim. Më duket se edhe në mas siguri e arrest. Ndërkaq që çfarë zgjidh ky hetim ndaj këtyre inspektorëve, edhe ndaj një biznesmeni mos gaboj, mos qofsha gabim. Çfarë zgjidh, si e rit po them kontrollin ndaj këtyre produkteve në tregun shqiptar që ju thoni janë 80% informale? Ky arrestim i 2 punonjësve të AKU-s, i një tregtari, edhe para pothuajse 6 muaj apo një vit është një tregtar tjetër që është në burg për të njëjtin fenomen, nuk jep asnjë lloj zgjidhje problemit, por thjesht është një përgjigje një qeveri mashtruese i thotë institucionet Bashkimit Evropian që ne gjetëm fajtorin dhe bile dënuam rend. Në këndvështrimin e një evropiani apo një institucion evropian, me këtë veprim arbitrar,
krijon imazhin që në Shqipëri pas ka një shtet shumë rigoros që direkt gjen fajtorin dhe fut në burg. Sepse për fenomene të tilla, unë ju garantoj, sepse e njoh mirë ligjin për procedurat tatimore, shkelit që mund të bëjë tregtari apo fermeri apo këto punonjësit janë thjesht shkelje procedurale që sillen me masa administrative nga nenet që përcaktohen në kodin për procedurën tatimore. Dhe nuk ka lidhje fare kjo masë ndaj tyre me fenomenin, sepse po ju bëj një analizë shkurtër. Shkaqet e kontaminimit një produkti janë o toka e kontaminuar, o përdorimi i herbicideve dhe i pesticideve mbi normativ, o përdorimi i pesticideve të ndaluara në Bashkimin Evropian, por që qarkullojnë akoma në Shqipëri, ose shkelja e karencës. Karenca është afati i blerjes në treg produktit nga koha e trajtimit bimës me preparate ndryshme. Qartë. Të gjitha këto shkaqe nuk kanë lidhje as me tregtarin, as me punonësin e AKU-s,